Kurti she vullnet të LDK-s për president të ri. Abdi Gjiku thot se për emrat konkret flasin në takimin e ardhshëm. Haxhiu bën thirrje partive të shmangin zgjedhjet. PDK, LDK e Aleanca bojkotojnë takimin. KOE kërkon koordinim mes komunave dhe institucioneve qendrore për hapjen e urës mbi Ibër. Një intervenim i rrallë dhe kompleks është realizuar me sukses në QKUK. Një pacient i 23 vjeç i largohet tumori 3.5 kg. Shikues nderuar, mirëmbrëma. Ka përfunduar takimi ndërmjet kreut televizjes vetëvendosje njëherësh kryeministër në detyrë Albin Kurti dhe atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Gjiku. Kurti ka deklaruar pas takimit se ka vërejtur vullnet të LDK-ja për t'ia dhënë vendit një president apo presidente të re. Edhe Abdi Gjiku ka thënë se ka vullnet të dyanshëm për një emër për president të Kosovës, por tha se për emra nuk mund të flasin sot. Për të mësuar më shumë rreth takimit të sonshëm do të lidhemi tani me gazetaren ton Donika Sherifi. Donika, çfarë dha takimi sonshëm mes liderëve Kurti Abdi Gjiku? A ka diçka konkrete për zgjidhjen e ngërçit politik dhe krijimin e institucioneve të reja? Po pas një takimi që zgjati më shumë se 3 orë ndërmjet kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili erdhi i shoqëruar nga Erbriena Gaci dhe Kurhan Murati, me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Gjiku, i cili në këtë takim erdhi i shoqëruar nga Vjosa Osmani dhe Lutfi Aziri. Pas takimit Kurti tha se ka shenja pozitive që vendi do të dalë nga kjo situatë. Ai tha se të dyja palët janë pajtuar dhe kanë diskutuar që të gjejnë një emër konsensual të një presidenti i cili do të pranohej nga të gjitha palët. Sipas Kurtit, kryetemi takimit ishin vlerat që një president ose presidente e vendit duhet të ketë, për çka kanë biseduar për një profesion e tij të mundshëm, kontributin që ai person emër konsensual ka dhënë për vendin dhe që sa do të jetë i pranueshëm nga partitë e tjera të cilat deri më tani kanë kundërshtuar disa emra. Kurti tha se në këtë takim nuk janë përmendur emra konkret, as nga ata që janë përmendur më parë dhe as ndonjë tjetër, por që për ato që kanë diskutuar në takimin e brendshëm që ishte 3 orë, të dyja palët do të mbajnë takime edhe me brenda partive të tyre, secila pranë me antarët e partisë së vet, si vetëvendosja ashtu dhe Lidhja Demokratike, të cilët do t'i njoftojnë për ato që u diskutuan në takim, dhe të dyja partitë në takimin e radhës do të vinë me emra konkret për ndonjë kandidat konsensual i cili do të mund të jetë presidenti ose presidentja e ardhshme e vendit. Po ashtu Kurti u pyet edhe për takimet me partitë të tjera, të cilat PDK një herë pranoi ftesën, ndërkohë që Aleanca nuk ka pranuar asnjë ftesë. Kurti tha se ai vazhdimisht është i gatshëm dhe është në dispozicion që të takohet me të dyja palët, qoftë ndamas apo qoftë bashkë, ndërkohë që tha ndonë se takime nuk ka, ai megjithatë ka biseda me të dyja palët, por që pa diçka konkrete. Për të kuptuar më shumë se çka tha Kurti pas takimit, ju ftoj të ndeshni deklaratën e tij. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive dhe e posh vullnetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që vendit t'ia sjellim një president apo presidente të re, që nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, që duhet të sigurojmë funksionim demokratik të institucioneve të shtetit dhe se për këtë mund dhe duhet të ndërtojmë mirëbesim. Shqyrtuam e diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së re, nga shumë kënde dhe në disa rrofshe, por në veçanti sa i përket vlerave, meritave dhe kontributeve në shoqëri, për kombin mbar dhe në profesionet e caktuara. Është vendim tejet i rëndësishëm dhe është proces shumë i ndjeshëm. Andaj edhe pas këtij takimi kemi nevojë që të kthehemi tek subjektet tona përkatëse politike, ne te lëvizja vetëvendosje dhe delegacioni tjetër tek Lidhja Demokratike e Kosovës, në mënyrë që të zhvillojmë edhe konsultime të brendshme dhe të ritakohemi ashtu që të merremi vesh.
Ndërkohë që pas Kurtit, në fjalën e mori dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i cili pothuajse përsëriti ato që i tha parafolsi i tij, ai tha se Lidhja Demokratike do të jetë një faktor i cili do të nxjerrë vendin nga kjo situatë dhe do të jetë po ashtu edhe pjesë përbërëse e institucioneve. Ai tha se duan një kandidat për president i cili nuk është politik, por i cili do të dojë Republikën, do të kontribuojë në të mirën e vendit dhe nuk ka diçka që nuk pranohet nga partitë të tjera. Ai tha se Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë i ka dhënë vendit president të tjerë të kaluar, të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe që do të mbahen mend për gjithmonë. Ai përsëritu se ky nuk është takimi i fundit, por posaçë në partinë e tij, sikurse edhe në vetvendosje do të vendosin parametra konkret që do t'i propozojnë, do të mbahet edhe takimi i radhës për pa treguar se kur pritet të mbahet ky takim. Po ashtu Abdigjiku tha se Lidhja Demokratike e Kosovës ka insistuar dhe vazhdon të insistojë që seanca e konstituive e kuvendit duhet të mbahet dhe nuk duhet të vënohet më tej dhe pastaj të vazhdohet edhe me çështjen e qeverisë dhe të presidentit. Për të ndjekur më shumë se çka tha Abdigjiku, ju ftoj të ndjeshni një deklaratë e tij. Ka vullnet të dyanshëm rreth këtij profili se si do duket një president dhe mbi gjitha mbi kriteret që ky president ose kjo presidente duhet t'i ketë. Dhe këto kriteret janë të qarta, ju lutem që ti besoni jo vetëm orientimit ton 37 vjeçar, po vetë vlerave për cilat LDK-ja qëndron, një president që e don Republikën, e mbron Republikën, e ushtron demokracinë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe një figurë që e shtron unitetin politik ashtu siç i takon me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra nuk duam një president të parancishëm, por një figurë e cila është respektuar dhe ushtron me dinitet funksionin më të lartë shtetëror. Jam i bindur se Kosova ka figura të tilla, por gjendja dhe çështja dhe tema në përgjithësi është shumë sensitive dhe kërkuam periudhë diskutuese të brendshme brenda subjekteve tona dhe konsultative edhe me shoqërinë secili në mënyrën e vet, para se të vi me emra konkret në takimin e ashëm. Do që pra drejt për drejt kolega Donika Sherifi dhe deklaratat e dy liderëve të lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kreu të LDK-s Lumir Abdigjiku pas takimit që zhvilluan përpjekje për të dalin nga ngërçi politike institucional. Ndërkohë 11 lider të partive politike përfshirë dhe të atyre jo shumicë kanë shkuar sot në takimin konsultativ ushtruese së detyrës së presidentes Albulen Haxhiu, aty ku diskutua për arritjen e një marrëveshjeje për zgjidhjen e çështjes së presidentit konsensual. PDK, LDK dhe Aleanca nuk morën pjesë në takim, ndërsa Haxhiu bëri thirrje që të gjitha subjektet politike të kontribuojnë maksimalisht në shmangjen e zgjedhjeve të parakohshme. Ajo tha se nëse nuk mund të merren vesh sot, nuk ka asnjë garanci që një palë zgjedhje të reja do të bëjnë të merren vesh nesër. Ushtruesja detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka pritur në takim 11 lider të partive politike për të diskutuar rreth arritjes së një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit dhe funksionalizimin e institucioneve. Në takim Haxhiut nuk i shkuan krerët e Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës. Haxhiu tha se të gjitha subjektet politike duhet të kontribuojnë maksimalisht në shmangjen e zgjedhjeve të parakohshme. Qytetarët e Republikës Kosovës presin kuvend funksional, qeveri dhe president të zgjedhur me mandat 5 vjeçar. Nuk mund të kërkojmë qytetarëve të votojnë përsëri, në ndërkohë që ne nuk kemi shfrytzuar të gjitha mundësitë për dialog. Për këtë arsye unë konsideroj që procesi i dialogut është i domosdoshëm, takimet janë të domosdoshme dhe m'bjen shumë keq që partitë tjera politike nuk e pranuan ftesën time për takim. Haxhiu komentoi edhe deklaratat e partive që cilësuan atë vetëm si deputete, ku refuzuan ftesën për takimin konsultativ në presidencë. Ajo tha se kushdo që vlerëson se e ushtron detyrën në kundërshtim me Kushtetutën, ti drejtohet gjykatës kushtetuese. Nuk ka kuptim që të premten me qenë ushtruese detyrës së presidentes e të hënën apo të martën jo. Kjo flet më shumë për mungesën e vullnetit politik se sa për paqartësitë kushtetuese që i kanë, por edhe një herë. Ka shumë dekrete që i nënshkruaj. Dje, më herët, lirisht njërin prej tyre le ta zgjedhin, qofshin edhe këta për anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse unë do të veproj, edhe le ta konfirmon gjykata kushtetuese nëse unë po bëj shkelje duke mbajtur këtë detyrë. Haxhiu potencoi se pret nga partitë politike që të kontribuojnë në funksionalizimin e të gjitha institucioneve. Haxhiu është pyetur nga gazetarët edhe për paralajmërimet e partive politike për protesta.
Me këtë rast, ajo tha se është rëndësishme të tregohen arsyet për këto protesta. Mendoj që është rëndësishme të tregojnë arsyen për çfarë duan të protestojnë. Nëse është për vendimin e speciales, ne ende nuk e dim se cili do të jetë vendimi i gjykatës speciale. E unë uroj shumë që gjykata ta korrigjoj kërkesën e padrejtë të prokurorisë speciale. Ndërsa refuzuan kërkesën e ushtruese së detyrës së presidentes Albonine Haxhiu për takim në orën 9 nga ora 11, deputetë e PDK-s dhe Aleancës u mblodhen në Kuvendin e Kosovës. Nga atje u kërkua që të thirret vazhdimi e seancës për konstituimin e kuvendit. Këto dy parti akuzuan vetëvendosjen për krizën e krijuar institucionale. Kur u pyetën për çështjen e presidentit nga PDK, potencuan se do të qëndrojnë në opozit, ndërsa Aleanca insistoi në plotësimin e 6 kërkesave të tyre. Haxhiut nuk i shkua në takim, por që 2 orë pas në orën 11, deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe 2 deputet të Aleancës u mblodhen në sallën e seancave plenare të Kuvendit të Kosovës. Nga aty ata kërkuan që të thirret vazhdimi i seancës dhe të funksionalizohen institucionet. Kosova ka nevojë për institucione dhe vendi është këtu, në këtë sallë. E ftojmë sërish deputetin Kurti, deputetën Haxhiu dhe të gjithë deputetët tjerë që po i mbajnë peng të vinë në sallë, të konstituojmë kuvendin dhe të hecim tutje. Mos ardha në kuvend, mos konstituimi i kuvendit, po shifet që e ka qëllimin në atë që po e shohim në një varg veprimesh brenda qeverisë. Sot qeveria është duke funksionuar me ushtrues detyrës. Kur u pyetën për zgjedhjen e presidentit, PDK-ja ritheksoi qëndrimin se do të qëndrojë në opozit, ndërsa Aleanca insiston në plotësimin e 6 pikave të saj në këmbim të 7 votave për presidentin. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë qartë që është dhe mbetet në opozit. Nuk kemi arrit ende në pikën që mund të diskutojmë për tema tjera, mirë po është një subjekt tjetër me numra të mjaftueshëm në kuvend që ka shpreh gatishmëri. Deputeti Kurti rrugën e hapur e ka. Po të ishte interesi për ta zgjedhur presidentin, respektivisht për t'i bërë hapat për të konstituuar kuvendin e Republikës Kosovës, kjo do të ndodhte. Për shkak se ne jemi dakorduar që ka vullnet me i konstituu kuvend pa transakcion politik. Edhe sot, para se të niseshim për në objektin e kuvendit, Partia Demokratike zhvilloi aksion para qeverisë me kërkesën për funksionalizimin e institucioneve. Tërheqja graduale pranisë së përhershme të këforit nga ura e Ibrit ka rikthyer në fokus çështjen e hapjes së saj për qarkullim. Komisioni Evropian thotë se përpara çdo vendimi nevojiten koordinim efektiv dhe konsultime të mirëfillta ndërmjet komunave dhe institucioneve qendrore, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëron se do t'i kërkojë NATO-s që ura të mos hapet. Komisioni Evropian ka komentuar tërheqjen graduale të trupave të këforit nga ura e Ibrit në Mitrovic, për çka ka thënë se pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptim plota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Anita Hiper në një konferencë për media tha se qëndrimi i BE-s për urën mbetet i qartë. Qëndrimi ynë për urën ka qenë gjithmonë i qartë, ajo duhet u shërbejë të gjitha komuniteteve dhe të lidhë. Kërkojmë koordinim efektiv dhe konsultim të mirëfilltë ndërmjet komunës dhe institucioneve qendrore. Po ashtu, policia e Kosovës duhet të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e të gjitha komuniteteve në përputhje me parimet demokratike, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit, në mënyrë që të gjithë të ndihen të sigurt. Sipas Hiper, BE-ja ka shpenzuar me miliona euro për rivitalizimin e kësaj ure që lidh 2 anët e Mitrovicës. Ura tashmë është e hapur për këmbësor, por ende jo për të gjithë. Ne kemi bërë vlerësimet tona, janë ndërmarrë hapa drejt kësaj dhe qëndrimi ynë
Mbetet se ende nevojitet koordinim efektiv dhe konsultim domethënës të cilin e presim dhe i cili duhet të përmirësohet. Ndërkohë për urën e Ibrit ka folur përsëri presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka paralajmëruar se do t'i drejtohet sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, për t'i kërkuar që ura mbi lumin Ibër të mos hapet për qarkullim. Tokom mosta na Ibru nikada nije bilo moguće Këtë po e bën Turku, komandanti i KFOR-it, sot do t'i shkruaj Mark Rutës dhe shpresoj që t'i përgjigjet letrës sime dhe ta pranoj kërkesën time që kjo të mos bëhet. Për mua ky është një turp i madh, një zhgënjim. Kjo na tregon se nervozizmi ka hyrë në radhat e tyre. Nuk din se si ta detyrojnë Serbinë ta pranoj Kosovën e pavarur. Këto deklarata vijnë pasi 8 ditë më parë KFOR-i bëri të ditur për tranzicionin gradual të pranisë së përhershme në këtë urë, pas përmirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë. Ndërkohë kritikat ndaj politikës së Beogradit për ndikim në stabilitetin e Ballkanit perëndimor po shtohen. Ekspertja serbe Jelica Minić vlerëson se Serbia po përkatëson marrëdhëniet me fqinjet dhe po shmang një orientim të qartë të politikës së jashtme, ndërsa dialogu Kosovë-Serbi mbetet i bllokuar. Kritikat e aktorëve ndërkombëtar se politika e autoriteteve në Beograd po cenon stabilitetin e Ballkanit perëndimor janë gjithnjë e më të shpeshta. Jelica Minić nga Lëvizja Evropiane në Serbi, eksperte për çështje evropiane dhe marrëdhëniet rajonale, vlerëson për rëtëkën se politika e Beogradit po ndikon negativisht në raportet brenda rajonit. Sipas saj, Serbia nuk e ka përcaktuar qartë orientimin e politikës së jashtme dhe nuk ka ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me shumicën e vendeve fqinje. Kur flasim për Ballkanin perëndimor si një rajon i përcaktuar qartë me të cilin operohet si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në NATO, Serbia luan një rol destabilizues. Politika e jashtme e çdo shteti fillon nga kufit e tij, ndërsa imazhi i tij përcaktohet para së gjithash nga marrëdhëniet me fqinjet. Kritika e fundit ndaj Beogradit erdhi nga raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Tonino Picula, i cili deklaroi se regjimi i presidentit Aleksandar Vučić është burimi kryesor i destabilitetit në Serbi dhe në rajon. Minić thot se pasojat e politikës e Beogradit shihen në marrëdhëniet e tensionuara me Bosnjën e Hercegovinën, Malin e Zi dhe Kroacinë. Sipas saj, autoritetet serbe e instrumentalizojnë popullsinë serbe në vendet fqinje, duke vendosur atë në një pozitë të pafavorshme. Si një nga sfidat më serioze rajonale, ajo veçon marrëdhëniet e pasgjidhura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pavarësisht ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian, dialogu praktikisht është ngrirë, ndërsa marrëveshjet nuk po zbatohen. Nuk ka as kthim të serbëve në institucionet e Kosovës nga të cilat i tërhoqi Serbia. Procesi është rënduar edhe nga sulmi në Banjsk. Organizatorët dhe ekzekutuesit e drejt për drejt janë identifikuar, por nuk ka epilog gjyqësor. Në thelb, kjo është një politik e paskrupullt e regjimit në Serbi ndaj qytetarëve serbë në Kosovë. Minić rikujton se Mali e Zi, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë anëtare të NATO-s dhe i kanë harmonizuar politikat e tyre me ato të Bashkimit Evropian, ndërsa Serbia vazhdon të shmang një orientim të qartë drejt perëndimit. Sipas saj, Beogradi po ndërton lidhje të ngushta me partnerë të largët global si Kina dhe Rusia, ndërsa njëkohësisht po përkeqëson raportet në rajon dhe nuk po arrin të krijojë bashkëpunim të qëndrueshëm me fqinjet. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special i ka caktuar një muaj paraburgim Igor Mirkovićit, i dyshuar për përfshirjen e sulmin kundër pjesëtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës, gjatë protestës së dhunshme në Zveçan në maj të vitit 2023. Sipas gjykatës, caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate pasi ekziston rreziku real që nëse pandehuri lihet në liri, mund të arratiset me qëllim të fshehjes dhe ikjes nga përgjegjësia penale. Po ashtu sipas njoftimit nga themelorja, ai është edhe shtetës i Serbisë, andaj ekziston rreziku real që të arratiset lehtë dhe të jetë i paritshëm për organet e drejtësisë. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca për caktimin e masës së paraburgimit ndaj Igor Markovićit, i dyshuar për sulmin ndaj zyrtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës me 29 maj të vitit 2023. Për të prokurori i prokurorisë speciale Bekim Kodraliu ka kërkuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh,
Në dosjen e prokurorisë të siguruar nga RTK thuhet se ekziston dyshimi i bazuar se Markoviçi, në bashkëpunim me persona të tjerë të nacionalitetit serb nga Kosova dhe Serbia, ka marrë pjesë aktive në një grup me qëllim të kryerjes së veprave penale serioze. Sipas arsyetimit të prokurorisë më 29 maj 2023, gjatë protestës në perimetrin e objektit të komunës së Zveçanit, i dyshuari dhe persona të tjerë kanë tentuar përmes përdorimit të dhunës të pengojnë vendosjen e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës në komunat veriore. Në dokument thuhet se pavarësisht urdhërave të ushtarëve të KFOR-it për shpërndarjen e turmës dhe refuzimit të hyrjes në objektin e komunës, të dyshuarit kanë filluar të ushtrojnë dhunë të pakontrolluar, duke përdorur edhe mjete të ndryshme. Prokuroria vlerëson se këto veprime përbëjnë bazë për dyshimin e arsyeshëm për përfshirjen e Mirkoviçit në veprat penale për të cilat po hetohet dhe për këtë arsye ka kërkuar që ai të mbahet në paraburgim. Igor Mirkoviçi dyshohet se ka qenë pjesë aktive një grupi të organizuar që sulmoi pjesëtarët e KFOR-it, Policinë e Kosovës dhe institucionet e rendit në veri të vendit. Kështu thuhet në kërkesën e prokurorisë për masën e paraburgimit ndaj Mirkoviçit, ku pretendohet se ai në koordinim me persona të tjerë të nacionalitetit serb nga Kosova dhe Serbia ka marrë pjesë në veprime të dhunshme kundër pjesëtarëve të misionit paqëruajtës. Sipas prokurorisë, grupi ka përdorur dhunë të pakontrolluar, mjete të forta, mjete shpërthyese të improvizuara dhe armë zjarri. Në këto sulme sipas kërkesës janë lënduar të paktën 30 pjesëtarë të KFOR-it, ndërsa 3 prej tyre janë plagosur nga armët e zjarrit. Po ashtu janë rrezikuar seriozisht edhe pjesëtarë të Policisë së Kosovës. Prokuroria ngarkon Mirkoviçin edhe me veprën penale, rrezikimi personave në mbrojtje ndërkombëtare, pasi sipas saj sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it kanë rrezikuar seriozisht jetën dhe trupin e tyre. Në një tjetër pikë të kërkesës, Mirkoviçi dyshohet për sulm ndaj personit zyrtar, pasi veprimet e tij dhe të grupit sipas prokurorisë kanë rrezikuar edhe pjesëtarë të Policisë së Kosovës gjatë përpjekjeve për vendosjen e rendit dhe qetësisë publike. Sipas arsyetimit të prokurorisë, Mirkoviç dyshohet për disa vepra penale, përfshirë bashkimin për veprimtari kundër kushtetues, rrezikimin e personave në mbrojtje ndërkombëtare, pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale dhe huliganizëm, sulm ndaj personit zyrtar dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Në arsyetimin për kërkesë për paraburgim thuhet se hetimet janë zgjeruar më 17 gusht dhe se prokuroria ka siguruar raportin plotësues të Policisë së Kosovës së bashku me prova personale dhe materiale. Igor Markoviç është arrestuar ditën e diel nga policia dhe prokuroria speciale e Kosovës në Zveçan. Ndërkohë në Prizren një person ka përfunduar në pranga në ndyshimin për falsifikim të dokumenteve dhe mashtrim. Prokuroria themelore në Prizren thotë se sipas dyshimeve të ngritura në kuadër të hetimeve të deritanishme, i pandehuri në cilësinë e pronarit dhe personit përgjegjës të qendrës për verifikim të aftësive profesionale A. Në Prizren dyshohet se ka lëshuar diploma të aftësimit profesional për profesionet të ndryshme, pa u zhvilluar trajnimet përkatëse teorike dhe praktike, dhe këto diploma dyshohet se janë përdorur për punësime brenda dhe jashtë vendit, si dhe për plotësimin e kritereve në procedura të ndryshme të prokurimit. Prokuroria thotë se nga veprimet hetimore rezulton dyshimi se nga viti 2019 e deri më tani janë lëshuar rreth 1679 diploma për profesionet të ndryshme, ndërsa pagesa për një diplom dyshohet ketë qenë rreth 300 euro, ndërsa përfitimi nga kjo veprimtarie kundërligjshme dyshohet të jetë rreth 500.000 euro. Në 116 vjetorin e ekzekutimit të Rustem Kabashit nga regjimi Osman në Prizren është mbajtur një akademi përkujtimore, ku ati u dha simboli dëshmorit të kombit. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë, familjar, historian dhe studiues, të cilët vlerësuan kontributin e tij në përpjekjet për çlirimin e trojeve shqiptare. Në 116 vjetorin e ekzekutimit me varje nga regjimi Osman, është nderuar me simbolet e dëshmorit të kombit Rustem Kabashi, nga Kabashi i Prizrenit, i cili gjithë jetën e tij nuk ndaloi së kërkuari çlirimin e trojeve shqiptare.
Në Akademinë për kujtimore të organizuar nga autoritetet e Organizatës së Luftës Nacionale Shëndetare të Shqipërisë, institucionet e Kosovës dhe ato të Shqipërisë morën pjesë përveç familjarëve, edhe ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Agjiu, ministri në detyrë Ejup Maqedonsi dhe figura të tjera kontributëdhënëse në mbrojtjen e kombit shqiptar. 116 vjet më vonë ne kujtojmë Rus Kabashin nga një Kosovë e lirë dhe pavarur. Ai nuk e pati mundësinë ta shihte kohën kur shqiptarët do të vendosnin vetë për vendin e tyre, por përpjekja së cilës ai ja kushtoi jetën i përket së njëjtës historisë të gjatë që pas shumë brezash e shumë sakrificas na solli drejt të shtetit. Ky ndërrim është një mirënjohje për një jetë të vënë në shërbim të Allahut, por njëkohësisht edhe ndërrim për një brez të tërë që në periudha vendimtare të historisë sonë morin me vete përgjegjësinë për të mbrojtur popullin. Atë dhe dashurin për kombin të Rustem Kabashit e vlerësoi dhe nënkryetaria Bashkisë së Pukës Denisa Meqi dhe nënkryetari i Prizrenit Kujtim Gashi. Rus Kabashi jeton me gjenerata të reja përmes këngës, librave dhe vephrave të pavdekshme. Sot Kabashi, Prizreni e Kosova janë krenar nga ndërimi që po i bën Shqipëria. Për Pukën është krenari që një figurë e tillë i ka vënë në Kabash. Për Prizrenin është një pjesë e historisë së tij qytetare dhe kombëtare. Për trashëgimtarët e familjes Kabashi, ky është një rast i veçantë i nderimit për ta si familjar dhe respekt për figurat të devotshme të kombit të më shumë se një shekulli. Kur kjo konservohet nga pasardhësit, quhet marrëdhënie familjare. Por kur shoqëria dhe shteti i njohin dhe u japin atyre vendin e merituar, ajo tashmë shndrohet në kujtesë të përbashkët. Qëndresa e Rustem Recep Kabashit në 116 vjetorin e rënjes u vlerësua nga historian, studiues dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme të luftës së kombit shqiptar në shekuj nga Kosova dhe Shqipëria. Një pacient 23 vjeç që është nënshtruar me sukses një ndërhyrje komplekse në klinikën e kirurgjisë torakale të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku është larguar një tumor gjigant nga kaviteti i krahërorit. Një intervenim i rrallë dhe kompleks është realizuar me sukses në klinikën e kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një pacient 23 vjeç i është nënshtruar operacionit për largimin e një tumori me përmasa gjigante nga kaviteti torakal. Ne sot kemi realizuar një operacion që është i rrallë, domethënë në jetën time profesionale është diku era 2 që shohim këto lloj tumore. Këto operacione bëjnë dy veçanti janë të veçanta, për arsye se kemi të bëjmë një tumor që është me përmasa shumë të mëdha dhe e dyta është se kemi të bëjmë një tri, mosha e cilës është rreth 23 vjeçare. Edhe këto intervenime kirurgjike, edhe për qendrat e tjera shumë të mëdha, që janë shumë të specializuar, janë problematik. Po megjithatë ne kemi arritur me shumë sukses të largojmë tumorin që ka qenë në komplet në kavitetin torakal dhe mund të them se e ka mbuluar komplet mushkinë, domethënë e ka kollabuar pjesën e mushkës së majt. Tani për tani gjendja e pacientit është shumë e mirë dhe besojmë që ka më shkuar dhe të ardhmen. Në rastin fjalë sot e kemi punuar një tumor të mushkës së majt me përmasa shumë të mëdha. Ka qenë sfidues për neve sa i përket anestezionit sepse normalisht mushkëria e majt pothuajse u kon jo funksionale sa i përket ventilimit të pacientit, prandaj kemi bënë një përgatitje të mirë preoperatore, pacienti fatmirësisht ka shkuar mirë, është largu mosa, është ekspandu mushkëria, domthonë është liru mushkëria e majt, tash po ventilohet shumë mirë, shpresoj edhe fundi me na shku gjithçka mirë. Tumori ishte rreth 27 cm i gjatë, 17 cm i gjerë dhe peshonte 3.5 kg. Qendra Klinike Universitare e Kosovës thotë se përmasat dhe lokalizimi i tumorit e kanë bërë ndërhyrjen veçanërisht sfiduese për shkak të afërsisë me strukturat vitale brenda krahërorit. Operacioni është realizuar nga ekipi i klinikës së kirurgjisë torakale i udhëhequr nga drejtori i kësaj klinike, Dr. Nazmi Kolgeci, në bashkëpunim me ekipin e anestezionit të udhëhequr nga Dr. Qëndri Morina, si dhe me instrumentarët dhe infermierët. Sipas Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, intervenimi ka përfunduar me sukses, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit multidisiplinar në trajtimin e rasteve të ndërlikuara kirurgjikale.
Në galerinë kombëtare të Kosovës u mblodhen disa nga artistët të brezave të parë të artit pamor, të cilët rikujtuan përvojat e tyre krijuese dhe rrethanat shoqërore e politike në të cilat kanë vepruar. Diskutimi solli në vëmendje dhe kufizimet të së kaluarës dhe mënyrat alternative përmes të cilave artistët shprehen idetë dhe shqetësimet e tyre. Ishte viti 1970. Në galerinë kombëtare të Kosovës, një grup artistësh vizual të brezave të para themeltare të zhvillimit të artit në Kosovë u bën bashkë për të rikthyer përmes kujtesës periudha të rëndësishme të jetës dhe krijimtarisë së tyre. Isa Ali Musaj, Hyrie Krypa, Fatmir Krypa, Feriha Rada, Bedri Emra dhe Esat Valla folën për përvojat e tyre si artist dhe për rrethanat shoqërore e politike në të cilat kanë krijuar. Biseda u përqendrua veçanërisht në kufizimet që dikur e përcaktonin hapësirën e shprehjes artistike dhe në mënyrën se si artistët gjenin forma alternative për të komunikuar përmes veprave. Ku fillova me punu ciklin e grafikave, atër thash ta bëj një cikl me marqore. Edhe punova atë me atë fotografi. Grafikat e mia, po thëmë, kam qito portretet e fundit që i kom bose në fillim, kom punuat vakintat. Se cilë artist duhet të ketë punimet me ta banë, po usënë me ta banë kombëtar, ma pak vlerë. Pejzazhi dhe motivet të tjera shpesh u shndruan në hapësira përmes të cilave artistët mund të shprehenin ndjeshmëri, shqetësimet dhe botën e tyre krijuese. Neve na preokupon kote që cilën që të bëthë në Kosovë, pa çdo studimi na kemi marrë Kosovë, jemi ndeshme në cilën e Kosovës, me natyrën e Kosovës, me ambientin e Kosovës. Edhe në Kosovë ka ardhur shkolla e Parisit. Në tonë janë zhvilluar dera të mirëfillt të artit, por nivel universal. Në vitin 1995 kam themeluar galerinë e artit të Rada në Prizren. Kjo ka qenë galeria e parë e artistëve private në Kosovë. Takimi u zhvillua si pjesë e aktiviteteve të Galerisë Kombëtare të Kosovës me synimin që përvojat dhe dëshmitë e artistëve të mbeten pjesë e kujtesës së artit dhe historisë kulturore të Kosovës. Shkuesnëruar ishte ky gjithë materiali përgatitur për edicionin e sonte qendror të lajmeve. Në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirëmbëngjes.